Të gjitha falënderimet janë absolutisht vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë, për ati ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahu të lartë madhëruar për çdo të keqe që ne veprojmë me dije apo pa vedije. Atë të cilin e udhëzon Allahu i lartë madhëruar në këtë fe madhështore, në këtë mirësi kaq fantastike. Nuk mundet askush, ose nuk ka askush që t'ia largojë nga kjo mirësi, ta privojë nga kjo mirësi kaq e madhe. Dhe mbi të cilin nuk zbret udhëzimi Allahu xhelle xhelalu. Nuk ka askush që t'ia ofrojë dhe dhurojë këtë mirësi kaq të madhe. Vërtetore dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut azza wa xal. Dhe vërtetoj dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta i dërgojmë pra mbi më të mirin e krijesave. Mbi familjen e tij të ndershme, ahli bejtin, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhëruar na bën me dije në librin e tij fisnik, ku thot: çdo qenie e gjallë, çdo qenie e gjallë me shpirt do ta shijojë vdekjen. Pra ka për të vdekur një ditë. Thot përsëri Allahu i lartë madhëruar në librin e tij fisnik: o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert, ashtu siç meriton Allahu xhelle xhelalu t'i friksojeni, dhe mos t'ju gjej vdekja vetë se ju duke qenë në fenë islame, vetë se ju duke qenë musliman të nënshtruar ndaj Allahut dhul xhelal. Të nderuar vëllezër dhe motra, të gjithë jemi dëshmitar se si po i përcjellim të afërmit tanë, të dashurit tanë, familjarët tanë, shokët tanë, për në banesën e fundit. Pra gjithë jemi dëshmitar për këtë gjë. Sepse me vdekjen s'ka dyshim që gjithë se cili prej nesh do takohet. Dhe jo më kot unë qela këtë ligjerat me ajetin e Allahu dhul xhelal: çdo qenie e gjallë me shpirt do ta shijoj vdekjen, do ta kapi vdekjen. Prandaj mos haro se dheu është shtrati yt. Krimbat janë shokët e tu. Munkeri dhe nekiri, dy melekët që do të pyesin, janë bashkëbisetuesit e tu. Varri është shtëpia jote. Brëndësia e tokës është vend qëndrimi yt. Dita e kiametit është vend takimi yt, ndërsa xheneti ose xhehenemi është përfundimi yt. O njeri, mendo për shtratin, shtëpinë, vend takimin dhe përfundimin tënd. Udhimi yt do të jetë i gjatë e i mundimshëm, prandaj përgatitu për këtë gjë. Përgatitu në dunja, se nuk e di nëse do arrish mbrëmjen apo mund të arrish mëngjezin. Sa djelmosha të rinj u bën gati për martesë, por nuk arritën të martohen, se ju erdhi exheli. Sa fëmijë të vegjël dorëzuan shpirtin e tyre para kohe dhe u futën në errësirën e varrit. Sa njerëz të shëndosh nga shëndeti vdiqën pa sëmundje, e sa të sëmur jetuan më gjatë. Sa e sa mbretër ndërruan për pushtet, për pasuri, por nuk patën kohë as ta komentojnë ëndrrën që e kishin. Sa njerëz ishin banor të pallateve, por shumë shpejt vendbanimi i tyre u bën varrezat. Ibn Xheuzi, një prej dietarëve tanë të mëdhenj, Allah mëshiroft, thotë, është obligim për çdo njerin që nuk e di se kur i vjen vdekja të para përgatitet, të mos mashtrohet me rinin e tij
dhe me shëndetin. Në përgjithësi njerëzit kanë dëshirë që të jetojnë sa më gjatë, apo të bëjnë jetë të gjatë. Dëshira për jetë më të gjatë është preokupimi njeriu, është dëshirë e lindur. Por kjo dëshirë, të nderuar vëllezër dhe motra, patjetër që duhet të shoqërohet me të gjitha llojet e veprave bamirëse që reflektojnë kënaqësinë e Allahut Dhul Xhelal, ai i cili shpreson gjatë në jetën e kësaj bote, ai zakonisht anon nga dëshirat dhe nga kënaqësitë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në një hadith të saktë që gjendet në Sahihul Muslim dhe te Imam Ahmedi, e ka pleqëria birin e Ademit, njeriu, dhe me ta përcillen dy vese: dëshira e madhe për pasuri dhe shpresa për jetë, që të jetojë gjatë. Të mençurit thonë, është për të çuditur me njeriu, i cili kur i paksohet pasuria, mërzitet. Ndërsa as pak nuk mërzitet që i paksohet jeta dhe i afrohet vdekja. Dëshira për të jetuar gjatë është sëmundje kronike, me të cilën njeriu e destabilizon zemrën e tij. Ndërsa shërimi nga kjo harrihet vetëse me devotshmëri, me takuallëk. Prisi besimtarve, Ali ibn Abi Talib, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka thënë: asaj që i friksohej më së tepër mjesht, pasimi i epsheve dhe dëshira për të jetuar gjatë. E para të pengon nga realiteti, nga e vërteta, ndërsa e dyta të bën ta harrosh ahiretin, botën tjetër. Ndërsa Ibn Unejne, Allah mëshiroft, thot, 3 momente janë më të vështirat për njeriu. Dita kur ka lindur, nata e varrit, që do të shoqërohet me të vdekurit, dhe dita kur të ringjallet. Allahu i lartë madhruar i tha Jahjas, bijit të Zekerias, dhe selam, paqe qoftë mbi atë Jahjain, ditën kur u lind, ditën kur vdes dhe ditën kur do të ringjallet. Të nderuar vëllezër dhe motra, së bashku t'i kujtojmë fjalët e Allahut të lartësuar. Ai më së miri na tregon për këtë botë, na tregon që kjo botë është lojë, dëfrim, burje, dëshirë, lakmi, për epsh dhe pasuri. Siç thot Allahu i lartë madhruar në surën Hadid, ajeti 20, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lawm. Pra dijeni se jeta e kësaj bote është thjesht lojë, qef, stoli dhe mburje ndërmjet jush. Ju bëni konkurrencë për shtimin e pasurisë dhe fëmijëve. Po jeta e kësaj bote është tamam si shiu, pasi ka rënë, mbas të cilit rritet bima, dhe ajo e kënaq atë mbjell si bujkun që e ka mbjell. Por se më mbas ajo thahet dhe e she që të bëhet e verdhë, zverdhe dhe pastaj bëhet kasht. Ndërsa njeriu në këtë botë ka dënim të rënd për besimtarët dhe falje kënaqësi nga Allahu për besimtarët. E jeta e kësaj bote është vetëm një kënaqësi e rrejshme. Një kënaqësi mashtrim dhe shumë e shkurtër. Allahu thot përsëri në surën Al Imran ajeti 14: njerëzve u është zbukuruar dëshira për epshe dhe dashuri për gratë, djemt, kuajt e mirë, bagëti dhe tokë pjellore. Ajo është kënaqësia e jetës në këtë botë, por vend takimi te Allahu ta dini se është më i mirë. Pra lojë dhe zbavitje, stoli, pasuri, fëmijë, dëshirë për pasuri, të gjitha këto janë mashtrime për jetimet të kësaj bote, nderuar vëllezër dhe motra. Vallë, pse të gjitha këto po të mashtrojnë dhe fare nuk e kujton vdekjen? Pse i hamendur kur përmendet vdekja? Apo mendon se kjo nuk të përket ty? Çfarë është vdekja? Jeta dhe vdekja janë dy të kundërta. Siç janë të kundërta drita dhe errësira, apo nata dhe dita,
apo burri dhe gruaja, i nxehti dhe i ftohti. Vdekja në kuptim gjuhësor do të thotë heshtje, të jesh i pandjeri, pa lëvizshëm, pushim, pezullim. Të gjitha këto i posedoni vdekuri kur shpirti shkëputet nga trupi. Mos haro këtë realitet. Vallahi është realitet, mos haro këtë. Mos haro këtë vërtetësi, sepse vdekjen askush prej nesh nuk mund ta ndaloj apo ta pengoj. Kjo nuk njeroje dhe nuk troket në dyer për të marrë lej. Kjo të vjen në atë moment që është shkruar në gjithë pushtetshmi. Allahu i lartë madhuar thot në surën Nisa 78, kudo që të jeni, vdekja do t'ju kap. Edhe nëse jeni në pallate të fortifikuara, edhe atje në kulla fortifikuara, atje do t'ju vi vdekja. E nëse i qellon ata ndonjë e mirë, ata thonë kjo është nga Allahu. E nëse i qellon ata ndonjë e keqe, thonë kjo është nga ti o Muhammed. Thuaj që të gjitha janë nga Allahu. Ç'është me këtë popull që nuk kupton gati asnjë send. Pra asnjë prej nesh nuk ka mundësi t'i largohet kësaj kohe. Asnjë prej nesh nuk ka mundësi që të shpëtojë nga kjo. Allahu i lartë madhuar thot në surën Xhuma ajeti 8, thuaj s'ka dyshim se vdekja për të cilës ju po ikni, po largoheni, po mundoheni t'i shpëtoni, ka për t'ju zënë. Harrojeni këtë gjë, do t'ju zëri vdekja. E mandej do të silleni ku tek ai Allahu Dhul Xhelal, që e di të fshetën dhe të dukshmen. Dhe ai atëherë ka për t'ju treguar ju se çfarë keni punuar. Ne na del detyrë të nderuar vëllezër dhe motra për një përfundim të mirë, që ta kemi një përfundim të mirë, duhet të mendojmë mirë për Allahun xhele xhelalu, sepse vdekja është një gotë prej asaj të cilës do të pim. Të gjithë do të pim. Nëse dëshiron të kesh përfundim të mirë, s'ka dyshim që gjithë ne duam përfundim të mirë. Atëherë do t'i marrim masat dhe t'i kujtojmë këto udhëzime që të çojnë tek një përfundim i mirë. Dhe më kryesorja dikush është tauhidi. Tauhidi, njëshmëria Allahu të lartësuar. Besimi është nyje kyçet e besimtarit. Është një nyje kyçe që besimtari kurse si nuk guxon ta neglizhoj këtë apo ta harroj. Ai i cili e beson Allahun dhe të dërguarin e tij, duhet që ky besim të burojë nga thellësia e zemrës. Dhe ky besim të dëshmohet me fjalë dhe me vepër. Nuk ka dyshim se pastaj vallahi do të jetë shkak i një përfundimi të mirë. Për këtë kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që gjendet në Sahihul Buhari wa Muslim, ku thot pejgamberi i Zotit me të vërtet, Allahu Dhul Xhelal ja ka ndaluar zjarrit të xhehenemit, ja ka bërë haram për ata i cili thot la ilaha illallah khalisan min qalbi, dhe që thot nuk meriton askush që të adhurohet përveç Allahut, dhe me këtë ai dëshiron çfarë? Fytyrën e Allahut të ndryshme. Pra është bërë haram zjarri i xhehenemit. Për ata i cili e thot këtë fjalë me sinqeritet nga thellësia e zemrës. Prandaj konfirmoje tauhidin, njëshmërinë e Allahut në zemrën tënde. Padyshim, më beso për këtë vallahi, se një ditë do të mbledhësh frytet e saj. Frytet e saj do t'i mbledhësh në jetën tënde, edhe në këtë dynja, në momentet e vdekjes, në varrin tënd, edhe ditën e gjykimit. Tauhidi do të ndihmoj. Do të ndihmoj tauhidi gjatë llogarisë kur dalësh para Allahut xhele xhelalu. Dhe ai do të jetë shkak që do të jesh prej atyre që do të hyjnë në xhenetet e larta inshallah. Tjetër është takullaku, devotshmëria e fortë, mbështetja në Allahun Dhul Xhelal, respekti dhe frika në Allahun e lartë madhëruar. Devotshmëria e orienton njeriu nga përfundimi i mirë
dhe Allahu Dhul Xhelal thot në surën Al Imran që ne përmendim çdo ditë xumaje, çdo fillim hutbe, e përmendim në fillimin e kësaj ligjërate, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert dhe mos disni juve se duke qenë pra musliman. Ndërsa në surën e Anfal, ajeti 29 thot Allahu Dhul Xhelal, o ju që besuat, nëse keni frikë Allahun, ai do të vërë udhëzim në zemrat tuaja dhe ju do të dalloni të vërtetën prej të pavërtetës. Ai do t'u ambulojë të këqijat, do t'u falë mëkatet dhe Allahu Dhul Xhelal është dhurues i madh. Devotshmëria, nderuar vëllezër dhe motra, është shkak për të pranuar vepra. Vepra pranohet në njëri që është i devotshëm, sepse Allahu thot në surën Maide, ajeti 27, Allahu pranon vetëm prej të sinqertëve. Devotshmëria e lehtëson gjendjen e njeriu. Në surën Talak, ajeti 4, Allahu thotë, kush që friksohet Allahut, ai atij e lehtëson punën. Ja zgjidh çështjen. Devotshmëria të shpëton nga humbja dhe shkatërrimi. Allahu thotë në surën Meriem, ajeti 71-72, dhe nuk ka asnjë prej jush që nuk do të kaloj ku? Mbi xhehenem, te ura e Siratit. Pra, ura e Siratit është lart, xhehenemi është poshtë. Zoti na ruaj. Ky kontaktimi i xhehenemit është vendimi kryer i Zotit tënd. Pastaj do t'i shpëtoj ata që ishin ruajtur mëkateve. Allahu do t'i shpëtoj të devotshmit që ishin ruajtur mëkateve te kalimi mbi xhehenem, e zullumqarët, thot Allahu, do t'i lëm aty për gjithmonë të gjunjëzuar. Zoti na ruaj. Devotshmëria të fut në xhenet. Sura Meriem ajeti 63. Allahu Xhele Xhelalu thot, ato janë xhenetet që ne do të trashëgojmë kujt? Robëve tanë të mirë, të cilët ishin të ruajtur. Pra ruheshin nga mëkatet, ruheshin nga thashethemet, ruheshin nga mëthatë thash, nga ofendimet, pra ishin të mbështetur fort në Allahun Dhul Xhelal. Prandaj vllai i dashur, motë nderuar, takuallek devotshmëri do të thotë të respektohet Allahu i lartësuar dhe mos t'i bëhet mëkat. Ai pastaj do të përkujdeset për ty. Kujtoje krijuesin e lartësuar. Ai nga ne kërkon sinqeritet dhe ai t'i mbulon të këqijat dhe t'i falë gjunahet. Ai kërkon që të vdesësh vetëm si muslimani i nështruar Allahut. Kujtoje edhe një herë se devotshmëria të afron nga përfundimi i hajrit, përfundimi i mirë. Prandaj, tjetër gjë është përqendrimi fort në fe, që do të bëj ty dobi pas vdekjes. Se përqendrimi jonë te kjo ligjërat ishte vdekja që gjithë secilin prej nesh do e kapi. Pra përqendrimi fort në fe do të shpëtoj inshallah në jetën e varrit, në ahiret, në llogaridhënie. Besimtari që ndrua në fenë e Allahut është besniku që ka jetësuar besën edhe në krijuesit fuqiplot, si në qëndrime, shprehje dhe veprime. Ky është nderi më i madh. Pra përqendrimi, këmbgulja, serioziteti në fenë islame. Atëherë besimtari ka përkrahjen e Allahut të lartësuar. Ata i mbulojnë me lajket e Zotit me mbrojtjen e tyre. Ai fare nuk friksohet, as pikëllohet dhe kështu fiton pozit në xhenetet e larta, dhe këtë na i tregon Allahu Xhele Xhelalu në surën Fusilet, ajeti 32 ku thot: Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Pra, s'ka dyshim se ata të cilët thanë Zoti ynë është Allahu. Thumma istaqamu, pastaj ata qëndruan fort, u kapën fort te kjo që thanë, nuk u luhatën në besim. Çfarë do të thotë kjo? Qëndruan fort. Nuk u luhatën, nuk e bën pis imanin e tyre, nuk e përzien imanin e tyre me shirkijate, me ria, me syefajtësi, me kufër të haptës, kufër të fshetë. Pra, u përqendruan fort, nuk u luhatën. Çfarë ndodh me ata? Tatanazzalu alehimul malaike. Atyre do të Allahu Dhul Xhelal ju zbresin engjit tanë në prag të vdekjes dhe u thonë:
wa ebshiru, e la të khafu, pra i thonë, mos u friksoni, mos u pikloni, përgëzoni dhe keni mysh dhe xheneti që u premtohej. Pra janë ata cilët thanë, Zoti ynë është Allahu, dhe u kapën qëndruan fort të kjo. Dhe Allahu u thotë, ne jemi miq tuaj, në jetën e dynjas, edhe në ahiret, ku do të keni atë që ju dëshironi dhe atë çka kërkoni, pritje nga Allahu i gjithëpushtetshëm, falës i madh dhe mëshirëplot. Pra, përqendrimi fort në fenë Allahu dhul xhelal. Prandaj Zotin e lutim na bëjnë për atyre të cilët përqendrohen fort në fenë e tij, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqi wa imtinani. Falënderimet takojnë Allahut dhul xhelal për çdo mirësi që na i ka dhënë, mirësinë më të madhe që na ka bërë pjesëtar kësaj feje madhështore, Islamit. Dhe paqja dhe bekimet e Allahut azza wa xhel qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra. Ajo çka i bën dobi birit Ademit, muslimanit, në varr, në botën tjetër, në berzakh, kur të pyetet nga melajket e Allahu dhul xhelal, është pendimi. Allah e pranon pendimin e çdo kujt. Duhet të shfrytëzohet kjo mundësi dhe mos të neglizhohet. Menjëherë duhet të marrim hapat konkret, duke u larguar nga mëkatet. Pendimi për mëkatin e bërë, pra të pendohemi për një mëkat që e kemi bërë, se Allahu e don edhe që pendohet. Vendosmëria pastaj për mos ta kryer prapa të mëkat dhe sinqeriteti në pendim, duke ndjerë gabimin që kemi bërë, t'ia kërkojmë Zotit, edhe duke qartë se në këtë mënyrë Allahu xhele xhelalu gëzohet dhe e pranon. Allahu thot, o ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me pendim të sinqert, në atë mënyrë që Zoti juaj t'i largoj për ju të këqijat dhe t'ju shpjerë në xhenete, në të cilat rrjedhin lumenj, ditën kur Allahu nuk e turpëron pejgamberin e së bashku me të as ata që kanë besuar. Pra ditën që Allahu nuk e turpëron pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam dhe bashkë me ata dhe ata që kanë besuar, besimtarët, pra umetin e tij, besimtarët që pendohen sinqerisht tek Allahu dhul xhelal, dhe drita e tyre ndriçon para tyre dhe në të djathtë të tyre ata thonë, Zoti ynë vazhdo na dritën tonë, na jep dritën tonë, na fal neve, vërtet ti je i plot fuqishëm mbi çdo gjë, pra mbi çdo send. Prandaj pendimi i sinqert, vllai i dashur dhe motrë e nderuar, të largon nga të këqijat dhe të drejton në xhenet. Pra pendohuni o njerëz, që ta fitoni mëshirën e Allahut dhe të keni përfundim të mirë edhe në këtë botë dhe në atë botë. Gjithashtu mos harroni, nëse doni të keni përfundim të mirë, të jeni besnik çdo herë dhe në këtë mënyrë do të regjistrojeni në listat e kujt, të sinqertëve, të krijoni dhe të keni mendim të mirë për Allahun e lartësuar. Dhe mos lejoni të vdisni duke pasur mendim jo të mirë për krijuesin dhul xhelal. Drejtohu Allahut të lartësuar gjithmonë me lutje, duke treguar për ulësi dhe duke kërkuar orientimin e zemrave nga feja e drejtë dhe përfundimin e mirë me besim të pastër. Zvogloje dhe paksoje dëshirën e madhe për dynjan e ulët dhe përfundimtare, por puno për një jetë të pafund, duke i përjetuar të mirat e Allahut xhele xhelalu, largohu nga shkaqet e shumta që sjellin përfundim jo të mirë, si besimi i dobët, veprimi i gjërave që nuk kanë përputhje me fen, bidatet që si ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dyfytërsia, shoqërimi me njerëz të prishur, të këqinj, të pa edukat, rrugaç, kriminal,
apo lakmia e madhe për dynjan, mos pendimi, harrimi i ahiretit, mos përkujtimi i vdekjes, padrejtësia, të gjitha këto duhet t'i lësh më janë, t'i largosh. Gjithë se cili për nesh nuk e di kur do të vdes dhe ku. Nëse dëshironi përgjigje, lexoni dhe mendoni fjalët e Allahut Dhul Xhelal në surën Luqman e 34 ku thot: nuk e di posti se çfarë do të ndodh. Nuk e di askush për posti se çfarë do t'i ndodh, apo çfarë do të ndodhi me të nesër. Dhe askush nuk e di posti se na ç'vend do të vdes apo momenti kur do të vdes. Gjithashtu keni kujdes. Keni kujdes se jo besimtari do të kërkoj kthim mbrapa për të vepruar vepra të mira, po kjo nuk do t'i lejohet, nuk do t'i mundsohet, do përbuzet, Zoti na ruaj. Prandaj medito dhe mendo përse e krijuar robi i Allahut. Vdekjen kujtoje çdo ditë, ose kujto atë çka thash në fillimin e kësaj ligjërate, që gjithë secili prej nesh jemi dëshmitar, duke i përcjell të dashurit tanë, afërmit tanë, familjarët tanë, shokët tanë, baballarët tanë, nënat tona, motrat tona, vëllezërit tanë për në botën tjetër. Dhe vdekjet në kohë që po kalojmë janë shtuar shumë dhe janë përshpejtuar shumë. Dhe kjo është dhe shenjë për shenjave të kiametit. Po ajo çka na del në detyrë, nderuar vëllezër dhe motra, është të përgatitemi për të. Të përgatitemi duke i bërë sebepet njëra pas tjetrës që i përmendëm në ligjëratën e kësaj xumaje, dhe inshallah gjua jonë do të jetë e lirë kur me lajket e Allahut do të pyesin në varr kush është Zoti jot, kush është feja jote, kush është libri jot. E do të ringjallesh ditën e gjykimit i qetë, me zemrën e qetë. Prandaj Zoti Dhul Xhelalus që gjithë secili prej nesh ta ketë këtë përfundim të mirë. Zotin e lartë madhruar e lusë që në momentet e fundit në gojët tona të jetë vetëm fjala La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Allahun e lusë na e lehtësoj jetën e varrit, neve që do vemi ditë atje, atyre që kanë shkuar atje, Allahun e lusë na mëshirojt, na drejtojt, na udhëzoj, ti përmirësoj çështjet tona, gjendjet tona. Allahun e lusë të ndihmoj muslimanët dhe muslimanet në mbar botën që janë, sidomos vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Allahu ja lehtësoft. Allahun e lusë të mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë. O sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.